Ju ishit dhe Dorandi mendoni që ky është drafti i parë dhe më pas do të përpunohet ndoshta. Por pyetja ime është përse kaq dorë lirë presidenti Putin në këtë plan me teritoret ruse, me teritoret ukrainase që i kalojnë Rusis dhe, si që tha dhe Misha, presidenti Putin thot gjallë apo vdekur, me luft apo me paqe, ne do të realizojmë të gjitha objektivat që kemi patur 3 vjet e gjysmë më parë kur filluam konfliktin. Nis nga komendi juaj, që është shumë i saktë, që Putini kërkon është më tepër për të vazhduar luftën. Do të vazhdoj për njësër probleme që i përmendëm pa i përsëritur ato. Por, po të shikosh, edhe Zelenski dhe Putini kërkojnë që të kenë një sjellje pranuese, pohuse me Trumpin. Me Trumpin, mos i thënë për të zhvilluar taktikat e tyre. Por secili ka një pozicion. Edhe Zelenski nuk do ta pranojë këtë plan. Do të jetë një plan që e dim para një ditësh vetë Bashkimi Evropian kishte thënë që ne inkurajojmë Ukrainën, do të përkrajmë atë. Kemi thënë 2 gjëra kryesore, sidomos çështjen e sigurisë të Ukrainës, që nuk duhet ketë asnjë farë kompromisi, për çështjet të territorit është diçka që do të diskutohet, dhe vendimin, si e thatë ju, do e marrin nesër ministrat e jashtëm që marrin pjesë në takimin e G20-s në Afrikën e Jugut. Por, kishte drejt kolegu nga Amerika që kështu fillojnë ato negociatat diplomatike. Aq më tepër që dihet që nuk i intereson Putinit që të ndërpresi ato të ndërpresi luftën, jo vetëm për kushtet e brendshme, po edhe në një reagim që do të ketë në një marrëdhënie të domosdoshme që duhet të ketë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse po të shikosh në planin 28 pika që po diskutohet, flasin edhe për iniciativat të përbashkëta duke përfshirë edhe zbulimin dhe përpunimin e mineraleve të ralla në Arktik edhe shumë gjëra tjera ku vetë rusët bëjnë një koncesion për ato rezervat të cilat janë bllokuar. Është edhe integrimi gradual i Rusisë në ekonominë botërore dhe në jetën janë sanksionet, janë tjerat, edhe dihet që ky është pjesë plani, mund të ketë edhe një ndërprerje, nëse nuk janë konsekuent të dy palët dhe kërkojnë kohë ose jo të sinqert, mund të kalojnë në penalizime të tilla, si dhënia e raketave me precizion të lartë që mund të atakojnë gjithë territorin rus, që është një kërcënim direkt, sepse ketë bësh me një fuqinë më të madhe botërore, që është Amerika, e cila vetë udhëheqësi i saj i ri nuk intimidohet dot nga përdorimet që shpeshherë Putini thotë do përdoroj armët bërthamore taktike. Prandaj mendoj që këto janë ato ekuacioni, do jetë kishte analizë sot edhe në Washington Post edhe në Wall Street Journal e tjera që disa e mendoni mund tjetë edhe një periudhë 1 vjeçare që do diskutohet dhe ridiskutohet. Do më thënë, janë të hapura gjërat, do mbeten disa linja, por ajo që është më e rëndësishme, unë mendoj, ajo që intereson Trumpit, e tha Feriz Zakaria në analizën që bëri në Washington Post. Tha, ka një angazhim direkt presidenti Amerikan, ai e bën për qëllimet për të marrë çmimin Nobel të paqes, por realitetet tregojnë edhe që është shumë e vështirë sepse ka shumë komponentë të tjerë të cilët pengojnë këtë gjë. Doran, për ta vazhduar bashk, ka qenë shumë i kujdesshëm presidenti Zelenski, sidomos pas asaj eksperience as pak të mirë në takimin e parë në Shtëpinë e Bardhë, dhe thotë që do t'i diskutojmë gjërat hapur dhe në mënyrë të ndershme me përfaqësuesit ushtarak, por edhe me presidentin Trump kur do ta takojë. Në këndvështrimin tënd, ku po drejtohet presidenti Trump?
Çfarë po synon ai, sepse ndërkohë që luftimet vazhdojnë dhe siç e tha dhe Misha, përparimet ushtarake ruse duken shumë më të qarta dhe më të spikatura, ndërkohë bisedimet janë të tilla, janë ende larg. A ka një endgame presidenti Trump për sa i përket këtij realiteti, apo ato krahina që tham, Donetsku, Luhansku e tjerë, janë tashmë fait accompli, pjesë e territorit rus?